gjëra të tilla? Në fakt këto fenomene më shumë janë të prekshme në shkolla, grup moshat 15 deri në 17 vjeç janë fenomene të prekshme. Më shumë janë në shkolla, në përgjithësi, por që nuk është se janë të denoncuara apo nuk është se janë shumë të përhapura ose nuk përflitet shumë për këtë temë realisht, sepse është një tabu në shoqërinë shqiptare, është ndaluar, është morali, kanë turpin, është ndrojtja, pas edhe psikologët duhet të marrin masa, duhet të jenë më afër këtyre grup moshave. Pra strukturat e shtetit dhe strukturat e institucioneve të rëndësishme duhet të jenë më afër këtyre grup moshave.